Hello and welcome, dear participants, to the Kosova International Conference on Educational Research. Kjo konferencë është dëshmi e përkushtimit të vazhdueshëm të Fakultetit të Edukimit të Universitetit të Prishtinës përmes Institutit për Ullëtime dhe Shpërblim të Arsimit për të nxitur ullëtimet cilësore në arsim dhe për të krijuar një hapësirë ku akademikët, politikësit dhe praktikuesit mund të shkëmbejnë ide dhe të bashkëpunojnë për zhvillimin e arsimit në Kosovë dhe Maqedoni. Edicioni i si vjetër, i Kicer 2025, vjen në një temë që është thelbësore për kohën tonë. Arsimi në një epokë të globalizuar, sfidat dhe mundësitë për vëzimdhënie dhe mësimdhënie transformuese, që në vetvete është një thirrje për reflektim dhe veprim ndaj sfidave që globalizmi dhe ndryshimet e vazhdueshme shoqërore i kanë sjellë arsimit. Në një botë gjithnjë më të ndërlidhur e më të ndërlidhuar, globalizimi ka sjellë sfida të reja në sistemet arsimore. Por në të njëjtën kohë ka hapur edhe horizonte të reja për inovacion dhe transformim. Kjo konferencë do të na ndihmojë të shqyrtojmë si mund të përgatisim mësimdhënës dhe nxënës për të qenë më të suksesshëm në një realitet të tillë dinamik. Cilat janë praktikat më të mira për të integruar kompetencat globale në klasë? Si mund të krijojmë mjedise të nxënit që janë gjithëpërfshirëse dhe inovative, dhe si mund të adresojmë mungesën e mësimdhënësve në nivel global. Welcome to the Kessler Conference, Rector of University of Pristina. Fjala për ju, rektor. Jam shumë i lumtur dhe i nderuar të jem në këtë konferencë pjesën hapëse njëre të kësaj konference që është shumë e rëndësishme, besoj jo vetëm për Fakultetin e Edukimit, jo vetëm për Universitetin e Prishtinës, po edhe për tërë vendin e përtej. Dua të përshëndes e të falenderoj sinqerisht për mundin, kontributin edhe për pjesëmarrjen e musafirëve prej vendeve të rajonit e përtej, po dëshmon që është diçka e qëndrueshme si dhe që po i bijeton kohës, besoj e shpresoj që do të pasojnë edhe shumë konferenca tjera në këtë vazhd të edicioneve. Isha shumë i lumtur me pa që në këtë konferencë për 2 ditë e radhës do të prezantohen më shumë se ose rreth 100 studime ndryshme ose do të prezantohen e do të debatohen, e kjo flet për vetë numri i prezentimeve që do të paraqiten këtë konferencë dëshmon për në një relevancën dhe rëndësinë e kësaj konference. Me fjalë tjera, për mendimin tim, e besoj që edhe shumicës të pak dhe këtu që jeni, nuk është vetëm një konferencë, po është konferenca, me qenë se ka ndikim aq të madh për tema kaq aktuale që në thelb ndoshta e kanë pyetjen se ku jemi edhe ka po shkojmë sa i përket formësimit të politikave edhe tjetësimit të atyre politikave që kanë me bëu me arsimimin, edukimin e gjeneratave, edhe tanishme po edhe tyre cilat po vinë duke marrë në konsiderat edhe atë kur i shohim zhvillimet teknologjike, e ndoshta shpesh herë nëse nuk e bëjmë publikisht pyetjen, e pyesim veten se mirë, po çka është roli im sot si mësues, si arsimtar, si profesor, edhe ku jemi edhe ka duhet të mëtojmë që të shkojmë në të ardhmen. Ne dim që sfidat e arsimit përgjithësi në Kosovë janë shumë të mëdha. Mirë po, edhe mundësitë janë shumë të mëdha. Ato ku ka sfida, sidomos kur po fillesh më marr me çështjet, sfidat, problemet e tjerëve, për sa je vetëm profesor të merresh vetëm me problemet, pyetjet kërkimore që ki ti vetë me problemet e tua. Po kur merresh me menaxhment, e sheh se ti mundesh më marrë me gjithçka tjetër përveç me problemet e tua. Po këto sfida
faktikisht, unë do doja mi po që si mundësi. Ne dim që statistikat shpesh herë janë jo domosdoshmërisht se cilën herë më të mirat mundshme sa i përket cilësisë të arsimit në Kosovë. Pra një moment i mirë i reflektimit për rrugën që kemi kaluar e vizionin përpara. Në rrethonat e globalizimit të arsimit, në realitetin kur rolet dhe pritjet për mësimdhënësit po ndryshojnë shumë shpejt. Reforma në sistemin e përgatitjes mësimdhënësve në 25 vitet e fundit u karakterizua më shumë me ndryshime strukturore. Kaluam nga sistemi i përgatitjes së mësimdhënësve 2 vjeçar me kualifikimin 2 vjeçar në sistemin e kualifikimit 4 vjeçar bachelor, e mëtej vazhduam edhe me kërkesat për kualifikim master. Gjë që rezultoi edhe me mundësinë që në përgatitjen e mësimdhënësve dimensioni i kualifikimit pedagogjik të mësimdhënësve të ri të merr një hapësirë më të madhe. Shumë trajnime, shumë ndryshime të standardeve, 2 herë ridefinim thelbësor të politikave kurrikulare. Shpesh nisma të pa koordinuara e pa procese përkatëse të zbatimit të inovacionit, por edhe hulumtimit të tij. Karakteristik mbase e zakonshme për vendet në tranzicion, por jo edhe pranueshme. Sado që përpjekjet e 25 viteve të shkuara shihen dhe janë domethënëse për reformën, gjatë rrugtimit nuk arritëm që si komunitet arsimor fokusin ta vendosim në substancën e reformës, e që padyshim është ndryshimi i profesionalizmit në profesionin e mësuesisë. President of the European Educational Research Association. See if that works. Thank you, Pepper, and really honored to be back in Pristina. I think we were here about a year and a half ago for a workshop in terms of building a national research association, and it's really nice to be back, knowing that Kosovo now is a candidate member. And so dear Grim and Rector and all participants here, my talk today will probably be a little bit too much information overload, but I put in a lot of links so that when things that interest you, go to our website, which is the ERA website, and find things out. What I would like to talk about basically is what ERA is, and why I believe that the work that we do matters. I've been with the organizations for a long time, since back in 2004, when I started as an academic like you, working into teacher education network that time, and then through lots of different works, I now ended up as a president for, I'm in the middle of my presidency right now. And I'm here because I believe in the work that we do. I think it's important, and as I say in my in the title of my talk, I believe it's important not because it's for me. It's something that is important for educational research that I believe really needs to be developed, and educational research is important for education, and it's important for society. And this is the drive for my work. So what does this mean that Kosovo has become a candidate member? It means that this is the beginning of a process for you to build a national research association. And Pristina University has taken a lead in it, but that means in the end, this means building a national research association for educational research. And that's something that everybody has to chip in on different levels. Then hopefully within 3 to 5 years, you can become a full member. There are some things that needs to be in place that we say, this is what a National Research Association should provide, which is basically different support measures for educational research in the country.